Dy dyshet që unë zgjedh janë përputhen. Bravo. Që do të thotë Brikena me Selin, edhe dy shokët që janë të shojnë tani se si të shkoj situata. Të zgjedhurit e mirit janë Brikena, Selin, Mateo dhe Gimbo. Atëherë këta janë 4 banorët që do shkojnë në televotim për të shtunën. Janë 4 të përzgjedhurit e mirit. Miri pra i cili u zgjodh nga publiku si lider i shtëpisë saj radhe me votë dhe ai bëri këtë nominim. Ç'është e vërteta ka bërë absolutisht nominimin më të fortë deri tani në shtëpinë e Big Brother, pra të këtij sezoni. Ky është më i forti dhe më pëlqeu në mënyrën se si e bëri, sepse Miri në këtë rast tregoi që është një lojtar që ka hyrë aty brenda për ta fituar këtë lojë. Si e tregoi këtë? Duke nominuar pra 4 personazhe që ai i konsideron vërtet rival, vërtet të fortë për të shkuar drejt finales të paktën ose edhe drejt çmimit të madh. Dhe Miri e bëri këtë pa jo dritë çerpiku fare, pra është pikërisht ajo lojë që gjithë neve prisnim, që të kishim një lojë të fortë, që të kishim një nominim të fortë, dhe ja ku e kemi këtë nominimin e fortë. Tani nuk e di se si do shkojë kjo punë. Dëgjova shumë llafe nëpër shtëpi që do përpiqen të stisin një zarf të zi për ta anulluar këtë televotim. Pyetja ime është kjo: cili është ai apo ajo personazhe apo ai personazh që do ta sakrifikojë veten të marrë një zarf të zi për njërin nga këta? Unë nuk shoh në një, nëse e bën Greta për Selin, okay, po për këta 3 tjerët nuk ka një personazh tjetër atje që mund ta sakrifikojë veten të shkojë në zarf të zi. Kështu që unë mendoj që s'ka pse prishet. Tani, si mendoni ju, kush janë 2 më të rrezikuarit të cilët pastaj do dalin kokë në kokë të shtunën për të martën? Unë mendoj që 2 më të rrezikuarit tu janë Brikena edhe Gimbo. Mendimi im. Ky është mendimi im. Ju shprehni mendimet tuaja. Unë për pak do hap dhe një sondazh në Instagram, në Instagramin tim, në story në Instagram, me të 4 këto emrat, dhe pastaj pas ti, një ditë më mbrapa, pa 24 orë më mbrapa, do rihap një sondazh për ata 2 që do dalin më pak të preferuarit të sondazhi i parë. Ciao.